Gjykata e Fierit ka ndryshuar masat e sigurisë për 3 vajzat e përfshira në dhunimin e 17 vjeçares pas zbardhjes së detajeve të reja dhe kthimit të ngjarjes në një çështje me interes publik. Për 19 vjeçaren është caktuar masa arrest me burg pa afat deri në përfundim të hetimeve, ndërsa për 15 vjeçaren gjykata vendosi arrest shtëpie. E mitura tjetër e përfshirë po ashtu në ngjarje është lënë në masën e mjekimit të detyruar, pasi sipas burimeve ka shfaqur probleme të shëndetit mendor, të evidentuara edhe pas dhunimit të nënës së saj. Por dhuna ndaj bashkëmoshatares nuk është e vetmja çështje penale që rëndon mbi 3 adoleshentet. Sipas burimeve hetimore, ato po verifikohen edhe për përfshirje në vepra të tjera penale, mes tyre një skeme dyshuar shantazhi ndaj burrave, të cilët i joshnin përmes rrjeteve sociale dhe i ftonin në hotel. Sipas të dhënave paraprake, pasi personat mbërrinin në dhomë, aty paraqitej një tjetër person që i fotografonte, ndërsa më pas imazhet përdoreshin për t'i kërcënuar dhe shantazhuar. Në këtë skem dyshohet se ka rënë dhe një punonjës policie, babai i 2 fëmijëve, i cili ishte kontaktuar nga një prej 15 vjeçareve. Burimet bëjnë me dije se vajza kishte tentuar ta joshte dhe t'i linte takim në hotel, por policia kishte takuar vetëm në një lokal. Megjithatë, bisedat e shkëmbyer mes tyre dyshohet se janë përdorur më pas për ta intimiduar, me qëllim mbylljen e çështjes penale për rrahjen e 17 vjeçares në kërcënimin se komunikimet do të publikoheshin online. Për këtë rast, efektivi është përjashtuar nga policia e shtetit, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur verifikimet për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë. Hetimet vijojnë jo vetëm për zbardhjen e plotë të dhunës ndaj 17 vjeçares, por edhe për aktivitetin e dyshuar kriminal ku mund të jenë përfshirë 3 adoleshentet. Oficerin e policisë, që është i përfshirë në ngjarjen e Fierit, ky nuk është se është evidentuar që ka nxjerrë videon ose e ka bërë publike për media, por pezullimi i tij është urdhëruar për shkelje të standardit dhe të cënimit të rënd të figurës që ka bërë punonjësi i policisë në krye detyrës, pasi ka hyrë në një marrëdhënie të panevojshme me vajzat që kanë kryer këtë veprim të kundërligjshëm ndaj të mjeturës tjetër.